Jemi rikthyer. Në realitet jemi këtu bashk, edhe para disa viteve kemi qenë bashkë në skenë. Edhe komandant Mala dhe juve. Po komandant Mala ka dashur me shtrëngu këtë degën edhe më shumë dhe ka punu më shumë se na. Ka punu më shumë se na. Ja. Ka janë reciprocitet. Luftetari për luftetarin. Është një iniciative juja, komandant Mala, që? Po. Iniciativën e formum me 21 shkurt të vitit 2001, me pretekst që të mbrojmë vlerat, sepse po duket se tham për vlerat, në kohët e funit si duket vlerat tona të asaj të luftës shqimtare e tjerë, po duket se po në kthejnë anti-vlerë, sepse njerëzit një shumicë e madhe janë kap për gjërat cilat kur na shohin neve kështu thënë, shiko, këto janë prapambetur. Relike. Akoma janë këto të gurit, apo kuajtë të murit. Mirë po, këto 3 gërmat e shenjta dhe çtrejta në për këti gërmat janë grit shumë dëshmor në Altë Lirisë. Janë grit shumë dëshmor. Jo kanë rënë, po janë grit, se dëshmorët ngritën. Edhe zotri krijetar, Nezhmi Muqiqi, nuk ishe ushtar, po ishe luftetar. Se kishmi punë të bëjmë me luftë. Prandaj sot kemi dëshmor. Edhe ki vend që ka dëshmor, është i pasur. Por, a duhet të arruajmë këtë pasuri? Po kush duhet në arruaje? Se krijetari paksa i ameston klasat politike, ati këtu. Këte çështje duhet të ngrisin politikë bërjet tona që kemi shumë për emër, nuk e di sa ka veç këtu të këna. Po të futesh ka Shqipëria, s'di sa ka Iliri dhe ka shumë dalin ja 50-60. Dhe me thamë, proporcionale ki popull del, sikur një tuf delesh, aty një tuf këne, dhe me thamë, se cila politik ka atë grupin e tyre. Bile kanë mësu shumë mirë, që këto delet me i drejtu, ka duna ta? Bile të kërkoja... Pa dhënë përgjithësi asnjëherë. S'pakti të kërkoja si shtetin mik Amerikanët, di parti brejkanë. Bjerë janë, gri tjetër... Po janë pak, ata janë 350 milion. Po pak, po janë të fuqishëm. Se janë pak të janë fuqishëm, se bëjnë konsenzus ata. Ani pse ato shahën e fjen me zveti, por kur është puna e vendit tyre e mbrojnë me forcë më të birtmueshme në anën geostrategjike politike. E pse kjo luftetari për luftetarin u mendua si një asociacion, një mekanizëm se luftetari nuk po respektohet, e ndjen këtë? Po. Pikrisht kjo është sepse, po edhe luftetarët njëri tjetrin nuk respektojnë sot. Prandaj e kemi bën këtë parollë kundra parollë. Qenia njeri. Unë e ti dhe ti e unë. O luftetar. Homini lupus est. O luftetar. Unë e ti ishmi në front luftës. Mos më keq kupton, ju lutem. Edhe pse ishi i gjithë popullin në luftë, se përmend atë Kolgotën më herët, aja ishte luftë. Në tim me në zjarë, me dobi, do me thënë, dikush e haron të fëmijën, se edhe se ne gjente dot. Po pa marë parasysh, kjo iniciativa e ka këtë mesazh. Edhe statutin thot, o njeri, o njerëz, o popull, sensibilizonu, shtrije dorën e pajtimit, pajtohu për vendin tanë, zhvillohu vendin tanë, ekonomikisht më shumë. Absolutisht do të ishte një moment vëdijsus nga më të lartë, se ne këtë gjë nuk e kemi kuptu. Oponentës politike nuk do thot armiqësi njerëzore. Absolutisht jo. Absolutisht. Po me këtë iniciativë, jeni bashkë me shoqatën Qamëria, po i bashkoni aktivitetet, synimet, qëndrimet. Ka mundësi që një ditë të çlirojmë edhe Qamërinë. Nuk i dihet, po e lam në thojza. Luftetarët kështu duan. Prandaj e ka edhe garda iniciativës të gjithë për luftetarin. A duhet jetë kthimi i Çamëve pjesë e çdo marrëveshje të Shqipërisë me Greqinë, e në të ardhmen pse jo dhe të Kosovës me Greqinë? Një ndër kërkesat tona të para që i bëjmë ne edhe në vendin tonë, edhe në Shqipëri, po edhe të ndërkombëtarët, është ripatriotizimi i Qamërisë, pra rikthimi i popullatës në pronat e tyre. Është si pikë nisje, nëse këtë ne e arrisim, atëherë fillon gjithçka. Sa po arrini me ndiku me zërat tuaj? Sa ndikojnë zërat tuaj në debatet politike kombëtare
në vëdijsimin për këtë gjë, për këtë për çamërinë si edhe si region. Me siguri që edhe si masakër, edhe si histori, po. Me siguri që ne mbaret njeriu se si e merr dhe si fillon sensibilizimin. Në asnjë mënyrë, unë personalisht, po as shoqata, nuk ka tentu, ka qenë shumë e kujdesshme gjatë proceseve euroatlantike të Kosovës së Shqipërisë. Kemi dashur paralel të ecim me to, prandaj edhe u shpall si shoqata me nderin e kombit, titullin Nderi i kombit si shoqata më aktive në vitin 2016. Sepse ne kemi faleminderit. Sa i duhet të bëhet të klasin, ju kërkoj falje po. Pra, kemi arrit në për tavolinat e Kosovës, e Shqipërisë dhe të ndërkombëtarët, sa që na nuk ka tavolin ende që 9 vite që ne jemi të përjashtuar. Asnjë tavolin në botë nuk na përjashton. Kërkesat tona janë shumë të qarta. As nuk janë pompoze, as nuk janë që dikon po dojmë dikon me sulmua diçka. Vetë fakti kur ne si shoqat jemi ftuar në Parlamentin Shqiptar që t'ia dhamë një leksion shtetit shqiptar, ajo flet vetë se sa e rëndësishme është kjo shoqat që të mbjetojë. Po, ishte e bukur, ja arrite veç, dole aty. Ajo ishte e bukur, ishte emocionale sepse edhe kogja shtirë ishte me dalë në realitet. Po, me siguri. Kogja rezistencë. Me siguri, po ishte vullneti shumë i madh. Janë marrëdhënie të ndihshme këtu. Për shembull, të mëdhejt edhe amerikanët edhe evropianët na thonë, një moment çfarë doni ju? Doni me prish kufi, doni me bë këtë dhe mbi fjala atëherë i kemi disa çarçe politike që janë më të ndjeshme, thonë do çarçe thonë pa ta shohim çfarë po bëhet. Prandaj jemi ne naim kur politika nuk mundet, jo që s'guzon, nuk mundet me thonë, prandaj jemi ne. Po e kemi një qëllim, edhe politika, edhe kur ata nuk munden, ne mundemi. E kemi një qëllim. Ata politikisht, ne kombëtarisht. Çfarë roli luan kënga, arti, kultura, absolutisht në mbajtjen gjallë të kujtesës për çamërinë? Me siguri që kënga, kultura, vallet, çame e kanë majtë zjarrin gjallë dhe neve na befasojnë edhe këngëtarët e mirë si Enkeleda me vllahun e saj. Enkeleda, Arifi me Alushin. Shumë e jashtëzakonshme. Me Hisnin, që i duat të kasim shumë, çdo herë na e di që zgjedhjet e çështjes së kombit shqiptar apo zgjidhjet se janë kogja prek se janë kur flet me se po prish shumë gjana kur po i heng tyne, por ne çdo herë drejtohemi ndërkombëtarëve që ne u ndam nga e keqja, jo që dëshëm. Pra, na ndajtën. Dhe ne po kërkojmë ato që është e mundshme me bë. Çamëria është e mundshme. Unë po kthehem prapë te Konica i Madh, kur thotë që pa Kosovë edhe çamëri nuk mund të kesh Shqipëri. Gjaty në 9 viteve e kam vërtetuar se Shqipëria si trup i ka 2 arteri kryesore që e majnë gjallë, Kosova dhe Shqipëria. Kosovën tashma e kemi trajtu kogja mirë, është në rrugë të mirë, kurse çamërinë e kemi edhe pak smut, po do t'i dhom oksigjen. A mos jeni bon shkaktar ju për atë këngën e bukur të Kastriatushës, që po thët, pa bashkimi nuk ka fuqi, pa Kosovë nuk ka Shqipëri, pa Shqipëri Kosovë nuk ka, bashkë të dyja bëjnë kala. Pa bashkim nuk ka fuqi, pa Kosovë çamëri, pa nuk kala, bashkë të dyja bëjnë kala. Po, me siguri se gjitha këto luajnë rol në zgjidhje. Vetëm ne duhet të dimë të artikulojmë, të plasojmë si duhet. Pra, çdo gjë është me rëndësi. Unë për vete them në jetë çdo gjë është relative përpos vdekjes. Ne i pështojmë vdekjes që është absolute, me qenë se me të gjallë të vazhdojmë në ideale. Po synimi për liri vazhdon. I gjallë, mbetet i gjallë në çdo moment. Duke mos i harru proceset e Kosovës që po shkojmë ngadalë po sigurt. Në takimet të shoqatës, tani bashkë edhe me asociacionin apo me iniciativën luftëtari për luftëtarin, bisedoni, bëni plane, bëni përgatitje, krejt kjo në frymën e asaj të sensibilizimit, në frymën e ngritjes, absolutisht edhe progresit të kësaj ndjenje për
atë copë, për atë dhëmbje, për atë vend që quhet Çamëri, për vujtjet atij populli që është. Unë shfrytëzoj rastin e t'i falenderoj iniciativën luftëtare për luftëtarën që na u ka bashkuar këtë javën e Çamës, sepse ne çdo qershor me 20 qershor e fillojmë javën Çamë dhe kulmojmë me 27 qershor sot në javë të shtunën 28-in që do të jetë në Kloxher dhe këta neve pa i thirrë na u kanë bashkangjitur dhe unë i falenderoj. Po me siguri që bashkë do të shkojmë. Atja u bëjmë një ftesë publike të gjithëve, sepse është edhe gjë e jashtëzakonshme, përveç atij përkujtimi, po është edhe gjë e jashtëzakonshme, janë emocione të veçanta të shkosh në një vend që ti nderosh viktimat, ta nderosh historinë, ta shënosh historinë, të shkosh në Kloxher, në një vend ku dikur e kishin pa ëndër, me pa në televizor, sa as televizor se shinim. Tani e prekin. Se bukura është që tani, deshëm e zdeshëm, shqiptarët në çdo reagim, ma do të reagojnë si ni, se s'ka gjë që i ndanë. Është e mirë Naim që koha kur shqiptarët i kanë mbledhë si dele dhe i kanë premë fyt ka përfunduar një herë për gjithmonë. Kur më nuk do ndodhë kjo punë. Nasni tre. Kështu thonë luftëtarët që i galin Zotë, Pra, sot jemi unik, flasëm me një gjuhë, në vija kombëtare flasin të gjithë me një gjuhë dhe nuk ka më asnjë problem. Asnjë drojë shqiptarët kanë më rrit të rritë të reja në liri dhe kanë me prosperu në ekonomi, s'ka me pas asnjë problem. Cila është ëndra juaj për Çamërinë, nëse të pyesim? Me përshkru, ulesh, tash je bëgjysh, Po. Luftëtari i lirisë? Besa edhe sot na ka lind një nip. Rrinë. Ka lind sot një djalë me lumë sakzimi malë. Si është një vënëmë? Akoma jo se. Akoma? Sot A keni nxjerr listën i lirë shqiptare kështu? Duket se po, shqiptare, sigurisht. Me patjetër, Sigurisht. E kemi në listë, Bile sot isha në vizit dhe fola me te ishe i madhaj. Më tha gjish, nuk do të gaboj, tha, do të eci në rrugën tënde. E putha. Me i dalë Zotë Lirisë. Pa tjetër. Se kjo është në rrugën tënde, në rrugën tuaj me i dalë Zotë Lirisë. Është bukur, është fati madhë, ata që e kanë qitë në krah, me luftu për atë dheun, është fati jetësor. Kanë çfarë t'i rrëfejnë, edhe fëmijëve, edhe nipave, dhe stërnipave, dhe mbesave, dhe stërmbesave, dhe gjithë lozës së tyre, edhe asaj loze kombëtare. Unë e shoh gabim këtu, Naim, më fal, që i kemi bon vetëm 60.000 veteran. Unë kisha dash që 1 milion shqiptar të jenë veteran, apo kontribues të lirisë. Jo të marrin paga, por të kanë minjohen, sepse logjistika e ushtrisë shqiptare të Kosovës ka qenë e jashtëzakonshme. Kush ta ka bë bukur gjatë luftës? Krejt nonat, motrat tona. Kush ka qitë ujë? Krejt ato kanë bërë. Kush ka ndihmuar me bajt edhe fisheka një herë? Krejt. Gjithçka kanë bërë shqiptarët. Pra, po i përzim gjonat. Po i përzim gjonat se me qenë se himën këtim, nuk janë 60.000 veteran. Kur kush s'ka thonë që janë 60.000 veteran. Janë familjet e dëshmorëve, janë dëshmorët, janë martirët, bojnë 60.000. Kur u përzi politika, i ndalë ta numrat. Po janë tash, apo do më të thonë, kjo është me letra veterani rajshëm. Jo, nuk janë. Jo, po mënojnë listë. Pa, janë, nuk janë. Listë. Po nuk bëhat ashtu. Na qitën një atreshme, në Kudisilamën e qitën shumë... Po pra, por a ishe një propagandë e cila kishe për merak, dikush t'i majnë, po luftari do të ngell luftar, edhe ma nuk lakon nga kjo pozicion. Po si do që tjetë, ne gjë shumë mire potencioj që luftrat shqimtare, apo luftrat kishin shumë në mesin tonë, nëna, motra, kishin shumë që na ipshin mbështetje dhe ndim. Edhe shumica që mërshin rrugën për dalë, dikun jashtë vendit, ata kur vinin të ne, thëni jo, nuk kalem se duam të rrim këtu. Na gatojshin buke, gjëra. Pa jo ishe mërkulli, edhe ata ishin luftëtare, besa. Ke vokacion interesant, ke mujtë me qenë lider i mirë politik. Se me bom me të thonë komesar të naj menziq për ljubi, këshyri këta enveristat. Ja për më dhonë ofertën, marën për dëkë, po priton. Me le unë po, kam qeni përgjedhë në pjesën i liridis, edhe pse isha i dënuar me 15 vjetë burg, po unë kam bën fushat politike, dhe unë kam qenë një krijetari një partijes
që ka pas me iniciale FRD, Forcat e Reja Demokratike, dhe kam qenë kryetari asaj partisë, në krye me Isni Shaqirin e tjetër. A me Isniun? Por duhet të dalë ati, unë kur bëna 20 ditë fushat, 20 ditë vjella, të thëmë të drejtën, jo që pa syni mirë, mrekulli, po pa një diskriminim total. Në atë parien tonë politike, e thash ma malja Gjistetova, asë njëherë dhe kur nuk ka me nëgjim politike. E sot jemi që jemi të Ma ka përgjithsuar, cila është ëndra jote personale për Qamërinë? Një natë, jo që sheh ëndër, se këtë ëndër e ke, por në mëngjes e ke si tregim të mirë për fëmijët, për nipat, për mbesat, për të ri. Faleminderit për pyetje, shumë pyetje me banajm. Ne po mundohemi nëpërmes profesorëve të nderuar që të majmë nga një orë, sidomos në shkollat fillore, dhe fëmijët e kanë atë se na pyesin shpesh se si po ndihesh ti. Unë ndihem mirë kur fëmia i këtij vendi, fëmia i shqiptarit do të rritet i lirë dhe pa drojen që ndoherë do të prehet në fyt. Pra, nuk kemi asnjë alternativë tjetër përveç bashkimit të shqiptarëve. Bashkimi i shqiptarëve është bombë atomike për armiku. Po i na bashku. E tash, ne jemi bashku, Kosova me Shqipërinë u bashku me 10 qershor 99. Pra, bashkimi vetëm ka me ndodhë formal. Kjo punë është e kryme. Ja kena pas nisna me knu, meret? Nuk dalet ma, po i knum na 120 vjetë, në bishë Citelis. Por u dasht edhe sakrificë. Pra, kush me ndonë që Qamëria, Lugina, këto tjerat, do të bëhen në mënyrë demokratike, apo me të drejtën tonë, nuk do të bëhen. Ato do të fitojnë. Pra, jo do të adin edhe rinia, që të drejtat vetëm fitohen. Nuk ipen, asë njerës në kanë dhonë kush. As ti folë kërkusha? Ja. A? Ja. Unë nuk gjeta i bana këto vite. Po edhe me grunë së një fito krejtë të drejtat, shtunë. Po pra. A ato po anë kohën që prej neve? Besa gratë tash edhe po përtasin pak ma shumë. A po përtasin pak ma shumë? Se këtyne herë. Po do edhe po sjellin? Mu s'm ka sjellin, alo, veç. Inshallah se ka po gruja. E ka rritë zonin bak. Se prej derës aeroplanit. Për që ata nuk duhet me qelë derën, tha Trumpi, herë kur dohet me qelë derën. Qëfar djesie ju jep vizitat të këto memoriale, sidomos të ky memorial, kur shkoni? Në japin shumë djetësi, por edhe shumë krenari, sepse ati në vend evokon kujtesën e periudhave, ne si luftar, kur shkojmë në për këta evenimente, në kujtohen shumë qka. Në kujtohen edhe kur dë një shok, granatja ka pkut krahun, apo këmbën, apo edhe vetrën, se ka pas kokën, apo diqka. Dhe më thamë neve në kujton shumë, në rikëthen në kohë. Por të dalë të aja pytja se qka me ndonë, se nuk të përgjigja, se më pyte për Qamërinë. Andrën? Andrën. Pa me që pak luftar në Qamëri, nuk dhe të bënë Qamëri. Pra ndaj ka thënaj, dërgonë një vetë luftar kosovar. Dhe të luftari ka kërkuaj Kosovar. Noli. A do në botës ta me dhonë zjarë, veç meri një vetë Kosovar. Një vetë Kosovar. Këtë jo zjarë, po ne gradualisht duhet më fut mes Qamëris me vepru do njëherë. Me vepru anën politike. Kjo është ëndra juaj? Ëndra ime me lidh një stromollar, si i them, një pik lidhje komunikimi, qëfar po bëhat atje, qëfar po lëvizat, ishe një zbulim i vokët, po ishe si ëndër ishe. A mirë, po, mos në zero këtë ëndër. Zevdeda po bënd të humor gjithandej dhe fillojmë nga cmu partinë atje. Dhe a ishte Shkodran, Ramizalia Shkodran, bile nifeshin nënat e tyre, nëna e Zefit dhe Ramizi kishin qenë edhe në shkollë bashkë e kështu. Dhe tregon të tha, tha, u knaqëm atë Zevdetin, po mi bëni të fala, mos na bëni shumë për me qesh. Dhe ju mos na bëni shumë për këtë ëndër. Realitete, unë e di se si jemi bën sot, se po flitet për sot dhe nesër. Tani kemi jarë, se si kemi jarë në këtu, ka edhe shumë probleme që të vim deri ati, por nuk e di am lejohet që dëbajni të recitoj një poezia të shomi se ku jemi. Po si janë? Dahat 3 strofa. Edhe ati e kam shkru cili.
Unë, ti, apo ky? Ku ke shkru, aty apo ati? Ha. E din kjo... Vëtaj, Marbe. gjitha, ati apo atej? Ama, lerome me dhe ta recitoj Abe poezi mund notaj. të lëvejt pas... Abe nuk ta lavaj, ti di. Abe, ngjua pak. Pa tjetër. Pra, A të lutëm, nda që ullun edhe ndash në kam në adhe kam. Ato mirë. Sigurisht edhe ju e keni ndëgju, por kjo ka të bëjmë 3 strofa. Edhe këte kam bacëncim që ai, sa bukur do ta kishe thënë. Ati thuhet, mora pushkën, dola malit, që të luftoj për liri. Ku ta dija unë i shkreti se armiku ishe ty? E më dorën nejve. Mora pushkën, dola malit, të luftoj për atë dhe. Ku ta dija unë i shkreti se armiku ishëm ne? Morra pushkën, dola malit, që të luftoj në fortun, po ku ta dija unë i shkreti, se armiku isha unë. E për këte kam lidhë, sidomos që këtu jemi, ka të mirë, ka të mesëm dhe ka disa këqi, që u kisha thëmë këtine të këqive qafën e thefshin. A qafën e thefshin? Lora tha bashkë. Bashkë. Zotri Muqiqin, edhe komandant Moala, ishte knasi që ju kisha musafir këtu, ne për çdo vit mundohemi ta, e kemi si një lloj kontrate këtë gjë, në realitet se mund pëlqen edhe ne si spektakel Odeon, që po i bëjmë 15 vjet tani, ta japim kontributin tonë në këtë drejtim, aq sa mundemi në sensibilizimin e asaj që quhet çamëri, e kësaj gjëme, në realitet akoma ta të dheut, e kësaj plagë të rënë, edhe, por nëse do të kishit vetëm 1 minutë për t'ju drejtuar botës për këtë çështje, çfarë do t'i thoshit? Me siguri që sikur ta kisha rastin të dal para botës të flas, në Kombet e Bashkuara, do t'ju kisha thënë që në radhë të parë për shqiptarët vlen kjo, çamëria është një lule që ka nevojë të ujitet për çdo ditë. Edhe njerë na jemi ju falimderit shumë, edhe njerë kisha shfrytzuar rastin të thras të gjithë shqiptarët që sot një javë, pra me 28 qershor do të jemi në Kloxher dhe janë të ftuar të gjithë që të na bashkangjiten në pelegrinazh në Kloxher të çamërisë dhe të nderojmë martirët dhe viktimat e shovenisë të kerë. Ky pelegrinazh absolutisht është edhe ftesë imja se është një diçka e jashtëzakonshme që ndodh, një nga datat më historike të shqiptarëve tani, bëhet edhe ditë e kujtimit, e trokitjes në kujtesën tonë, që të mos harrohet kjo plagë e rëndë dhe kjo histori që shënon në vazhdimsinë njërin nga hapat e historisë tonë, sa të lavdishme aq edhe tragjike, por që ta mbajmë në kujtesën tonë. Ajo që harrohet është e dënuar që absolutisht të dënohet, të përsëritet, të dënohet. Po për komandantin, nëse do ta kishit 1 minutë me ju drejtu shqiptarëve apo botës, çfarë ju kishe thënë? Për këtë gjë, për çamërinë. Po, për çamërinë Evropës do i kisha drejtu ktheja borxhin gjithë çamëve më të mirë të moshme dhe t'ja u kthej buzëqeshën një sahat e më parë. Sigurisht, do t'i thoja që edhe Evropë ta sjell një roz arome të gjithë tavarët në Konispol, të tavarezat, të masakrës, të Napoleon Zerrot, të një kriminali barbar që i bëni mizorisht. E botës, këte do t'i thoja, mos i mbilësit, mos hapi vesht, dhe mere këtë mesazh si original. E paske në plan të parë, do të shkon të këtu një këngë Ilir Shaqirit, këthema borxhin, këthema borxhin. Shumë borxh në ka bota. Po edhe ne i kemi borxh shumë këtij vendit. Vetvetes, edhe këtij vendit. Po. Komandant Moala, Nexhmi Muqiqi, ishte kënaqësi që ju kisha mysafir,
unë ju përgëzoj, ju uroj, ju dëshiroj rrugtim të mbarë, ju prif të mara, Zotin na ndihmoft shqiptarëve në këtë drejtim, në mënyrë që të jemi bashkë për dëshirat, për ëndrat, gjithësisht për lirinë tonë. Shumë faleminderit që ishim. Faleminderit. Shumë faleminderit.